Përshëndetje të gjithëve, ky është edicioni informativ I orës 20, I njoh fitimisht shkurtimisht me zhvillimet kryesore. Shqipëria është mposhtur 0-2 nga Anglia në ndeshjen e fundit kualifikuese të botrorit, ku gjizlindë patën të pamundur t'i bëni keq 3 luanëve të cilët në 8 ndeshje nuk pësuan asnjë gol në kualifikuese. Edhe për Shqipërinë kjo humbje nuk ndikon pasi kuqezindë kishin siguruar më herët kualifikimin në play-off. Të dy golat në Albania u realizuar nga Harry Kane, pasi pjesa e parë ishte mbyllur pa gola. Fitimisht sulmuesi Bayern realizoi në minutën e 74 dhe 82. Nesër Tirana zyrtare ulet në konferencën e 7 ndërqeveritare me BE-n për të çelur grup kapitullin e fundit me Bashkimin Evropian, atë të bujqësisë dhe kohezionit. Kryeministri Edi Rama ndodhet që sot në Bruksel, po nesër opozita I rikthehet protestave. Platforma që do të ngrihet para kryeministrisë do të mbahet një herë në javë, ndërsa Berisha e ka quajtur foltore paralele me kuvendin. Shpërthimi me eksplozivi vendosur një ditë më parë ndaj një biznesi në Kamës është kryer për një gjobvënie prej 500.000 eurosh. Në pranga përfundojnë 3 persona, mes tyre jeton Lami, ish oficeri I operacionales, I cili u pa I fundit në shoqërinë e Ervis Martinaj, ndërsa është shpallur në kërkim Ervis Lami, person me rekorde kriminale, të arrestuar për këtë ngjarje dhe Florin Domi dhe Flogert Mezhika, emra të njohur të botës së krimit, ata I vunë ekskluzivin biznesit në Kamës pasi pronari refuzoi të paguante gjobën. Maratona e paketës fiskale starton nesër në komisionet parlamentare, ku ndryshojnë 5 ligje që aktualisht janë në fuqi, ndërsa janë të reja 3 projektligje me qëllim finalizimin e paqes fiskale dhe realizimin e rivlerësimit të pasurive të palueshme. Në draft është parashikuar edhe rritja e lehtësive fiskale për sponsorizimet në fushën e sportit. Kontrolli I lartë I shtetit vlerëson se fatura për largimet e padrejta të punonjësve të administratës nga puna ishte 14 milion euro në vitin 2024. Shkarkimet të padrejta nga puna dhe gjatë këtij viti kryeson Ministria e Infrastrukturës. Deri në shtator, detyrimet e kësaj ministrie për vendime gjyqësore arrin në 7.7 milion euro. Kuvendi I kërkon Departamentit të Administratës Publike të bëjë analizë për këtë problematikë. Mijëra shqiptarë mbushën rrugët në Strasburg të Francës këtë të diel në protestën e radhës për gjyqin ndaj shkrerëve të UÇK-s. Organizatorët e protestës u ndalën përpara godinës së Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Një letër u është dërguar 285 anëtarëve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku shprehin shqetësimet për mënyrën se si po zhvillohet procesi dhe evidentohen shkeljet e të drejtave të akuzuarve. Veshja tradicionale Hasit të Prizrenit e konsideruar si një prej pasurive etnografike të Kosovës, duket se ka nisur udhëtimin drejt UNESCO si një prej veshjeve unike të trevavesh shqiptare. Shoqëria Kulturore Artistike Malesori në Prizren sapo ka nisur përpjekje duke mbledhur materiale teksa kërkon ndihmën e Shqipërisë.